kemi investu. Qka ma shumë përmenimu që tonë. Na, sezona e dasma fillon mesi qeshuri, kështu që fillon me marë erës. Sezona edhe kryet mesi shtatorit. Andina ndodhë në për do vikin dhe që kaha. Bëdim dhe më tonë se një shtunët zakonisht janë shpesh se pi bujnë, po jemi të kufizu me 2 muj 3 sezon vere, edhe këtë kërkesat janë qatë ku, edhe ta është ti qatë diti pja donë pja rezervon dikujna për ta. Ai po të thirë 2 vjetë ma herët po ta blokon. Ti 20-30 herë po thu s'jam i lirë, s'kom ku, s'jam i lirë, jam i nzonë. Edhe ai ty një muj para qasojna po të thot e pja prish qiftin e dikujna tjetër që është qiftin regullë dhe krejt, mandina është edhe për neve përgjithësi. Unë gjithë kom pas qef që me pas gjatën vitit ma bëdin dasma, edhe për neve ma letë, se na për dërmohëm. Na tash edhe për në ankohën në fund, këtë mërgata për në ankohët, e ata jetën e vetë e kanë dreqët atje, sistemin ligjet, këtë i kanë dreqët, këtë në regullë e kanë, vinë ankohën për Kosovën, pse po veni pra? Rëni për në Zvicër, me njëja 500 frank, 1000 frank, këtë se në tjera i kushtojnë një dreqët gjysë, se ju më punë me një dasëm në Zvicër, sa që ja kishë në gjë, janë gjeka e farë Zvicronja dhe gotat e thyme. Edhe mandej, ideja është që pra po thujnë shtrejt, ju shumë shtrejte, ju Kosova shtrejte. Edhe më kanë shti me bukër kem, që ashtë hisë pa pikë marrë, i kom hirë, rënë të rigut, kështu po bëj pytje, apo më kuptan. Në lejkë kama, e po ta një ofertë një qift në gjafshëm prej Kanadës, dhe ishë me bon lejkë kama, dhe ishë më thana mund është mi kontaktu, kom kontakt ati italiane krejt, të më thonë, na ju falë, po qka ofrojmë na, e qka kanë marrë ata, edhe ata vendosë me marrë krejt me atje, edhe nuk, dhe më thonë, mu mërën vish një fotografë kom që atje, edhe me pa kvalitet, po me në që kanë marrë për atë qmem, është në Kosovë, dhe me thonë me qatë qmem, ata e këshin pas 50 kanktori këshin marrë, s'po dhja, i të në kuptu nga. Po, edhe, po du me thonë që ne jemi të munu dhe marrë situ se tash po kemi edhe prej Kosovës, po kemi edhe prej Zvicës, nuk bojmë dalime, unë e kur nuk bëj dalime, nuk bëj lëshime, për mu jënë krejt njejt, edhe mërgatës unë, dhe me thonë Kosova e ka pa hajrin që rafsh 40 vjetë e fundit, për mu i me full. Mirë po nërën tjetër edhe na kemi shpirt, se visht 90 ditë po jena në dispozicion t'yne. Rridejnë 3, qunë 8-9, se tash edhe afrimi prap, ka dhe obligimin familjare, për të shmu që për t'i qka. Dhe më thonë, kur të shosh shemen, na me shemen ka njerë për tojna me folj, mo ka fundi gushtit kur shijem, se na vëden harrujna me folj, mo, a i të në kuptu. Të po zdonat? Po, jo zdonat, po shijem zdonat nështë ta po t'ljodhën, ti po dërmor, se pa gjumësia e shkatron njerin. E mandej, që ta s'pe kuptojnë, po, këta në përna gjuhën. Njome me ta plëcu që ma lirë ushqim. Gërbeqarë tonë që i kemë, unë kam edhe fëmijët e mija atje, e këtë familjen nga ate, po se cili për neve ka ati kanë. Nuk kanë rruzën të kësorë ma lirë ushqim në botë se në Kosovë. Qysh dojnë dhe të marrë në vesh? Qysh të ka qef? Njëjtë edhe për fustana. Absolutisht, nuk ke shansë ti me shku me marrë mëny në Zvicra pa Gjermani me 20-30 euro. Harroje. Pse të na vazhdimisht thuhet që në Kosovë nuk ka shumë rrogat mira, ankohen njerëz s'ka punë, pa punësi, edhe në fund ka dasma të shtrejta vazhdimisht. Janë 2 ekstreme që unë e thash në fillim, dhe me thonë, të këtë më varët veç kush e thotë. Ai që e ka vendosë me martu djalin, qikën, motrën, mesën, nipin, ka punu për para punë, ka punu dhe bën një dasën qëfar a i menon me bo. Unë për shumë për vete kom dasë me 50